Jetoj në Greqi dhe vetën xhami këtu në Athinë. Mashallah. Po shqiptar s'kam parë të vinë. Po pse mërë vlezër tot, greku s'ja ndalon fenë. Mashallah, Allah të shpërblet, ketë drejt vlla. Se ndalon greku fenë. Kush do më shku në xhami shkon, që vllai. Kush do më shku në xhami shkon. Hiqeni atë frikën që keni ju shqiptarët e Shqipërisë në Greqi. Atë frikën e po greku, e po emri. Ka nika ma ato ko. Ktheu në Zotit, ktheu në namazit, ktheu në xhamis. Ju keni ikë për hall dhe për siklet, siç kanë ikë shumë shqiptarë dhe po ikin. Po kjo s'do të thotë që duhet me tradhtu fenë dhe besimin. Kjo s'do të thotë që s'duhet me u falë, me shku në xhami. Elhamdulillah, po të shkruani aty xhami afër meje, t'jepen kush e di sa xhamia. Ose futu tek programi islamicfinder.org, edhe t'jep gjitha xhamiat që janë. Kështu që në çdo vend ka xhami, elhamdulillah. Kështu që Zoti shpërblet këtë vllajën për këtë këshillën që ka dhënë.